Shërë, në mendoj që betejja kryesore... Betejja kryesore opozitës tas jetë më shty me neve. Bek, hajde Bek, ishte edhe. Me këshyra, ajo në ata ma të artikuluma debatët se tjetë rëllë mos s'kan. A dhe që kjo është fatkecia që ka ndodhë nëse për poti me dollë qëtu. Qështu do këtë qeverie, kabinetet qeveritar? Pa, së më interesoj moja punë. Jo, a? S'ko lidhe kabinetet qeveritar. Kjo që ndrim po më pëlqen. Po vëllet, po jo, se ka pos kabinet qeveritar edhe ma herët. Këtu i vetëmi suksesi ju të është Arben Muja. Kemë ri për emisionin të deputetet, tash e ke bo minister, bravo. Për ndyshës, nuk di, është qeveria kalume nuk është që ka pos në sukses, që me mojtë y mëtë që kjo ka me pos ma shumë sukses. A edhe në cili është suksesi i qeverisë Haradinaj? Një zëvënd së kryeministër ma ka bo analist. Ja, që ka bo ma shumë. Ka bo ma shumë. Po, kështu, që nga kana punu ka pak, për krasi pa pëtën. Po, kështu normal, unë e kësha dëshiru, që që këtë qeveri me punu. E kalumja s'ka punu. Dikush të e ke me punu? Me punu. Nëse punën, është gabe maj që nuk shohet me përshëndet punën që e bërë një qeveri që bon punë mira për vendin. Unë e dyshoj, jo për shkak të ministrave, po për shkak të tendencës që ka tregu për 5 vjetë. Dhe mon punë nuk ka pos. Në asë një drejtim nuk ka pos progres në aspekt ekonomisë, ose marrëdhënie ndërkombëtare, ose cilën dush. I vetëmi sen që ka funksionu, nështë përfaqësuesja Kosovës futboll që s'ka lidhje qeveria me to. Ose najsa të shtu. Edhe her po jo. Her po jo, po jo që ka po që ka 1 me lujtë të aty, se me pas 1 me lujtë të aty, e këshim bo bërlëk. Pra nuk e dirë, valun, për me edhe në ditën kërën shpallë rezultatet. Zonë, okej, nuk ka qenë qatë që papritun fitoria, po ka që fillë. Po, edhe prej asoj ditë edhe sot po e përsëris, që unë vetëm shpresoj që ka me qenë një qeveri e cila punën, edhe nuk vazhdojnë me qenë një qeveri e cila punën si opozit. Mu marë me anatemu njerëz e tema, edhe mu marë si pjesë e PR-it e jo pjesë e qeverisjes. Nëse punojnë, po unë e muj me pas dyshimet fela, edhe ta shtyshme që Dënika Gërvala mërët me qenë një ministre e denje drejtësisë për shamë. Ka qenë një ministre super e dop. Nuk ka fjallë sa e dopt edhe sa e domshme ka qenë kjo si ministre jashtme. Tash pëse kjo mund me qenë ministre mirë e drejtësisë, të shohem. Mirë po, marrëveshjet politike janë tilla. Kjo u thejsh një grup politik brenda këtij koalicioni dhe natyrisht tani e shoh këtë Fikrim Damkën, i cili më duket ndaj Timburg do ditë. Për sulme ndaj një zuje, e shoh këtë Elbert Krasniqin që nxjerr allti janë në trafik, kur ka probleme me njerëz. E ki prapa aty. Ama veç që qam ke shkru, që ke thonë dje, që ajo në raport me qatë renovimin, kur gjë tjetër pos pastrim nuk ke shkun. Në komunë të zveçanit. Unë tregova që ka thonë ish kryetari. Ajo që ka pëndodh ke atje, ish veç pastrim. Unë nuk thash që unë e kom zbuluat punë edhe më shku e kom metu, thash, ka thonë ish kryetari, edhe kom lezu si lajmë, edhe e ngrita si problem. Nëse është ashtu... Veç pastrim. Ska qenë i sinqert ish kryetari. Veç pastrim. Kush pëlqet këto? Une. Ti i aty së da? Po, sot. Okej, shumë mirë. Kush e ka pagu pastrimin? Kush e ka pagu pastrimin? Prej dorës vetë. Prej dorës vetë. Në qeveri njës paguin për gjepet veta? Okej, super.